Një mjek onkolog mund të rekomandojë këto 4 zakone jetese si mënyrë efektive për të ulur rrezikun e kancerit, bazuar në kërkime shkencore dhe përvoja klinike. 1. Ushqimi i shëndetshëm dhe i balancuar. Konsumo më shumë fruta, perime, drithëra të plota dhe ushqime me fibra. Shmang mishin e përpunuar, sallamrat, prosciutat, hot-dogun dhe limito mishin e kuq. Zgjidh ushqime të pasura me antioksidant, si boronicat, brokoli dhe arrat. Disa lloje kanceri si ai i zorrës së trashë dhe i stomakut lidhen ngushtë me dietën ushqimore. 2. Aktiviteti fizik i rregullt. Bëj të paktën 150 minuta aktivitet fizik në javë, si ecje e shpejtë, ciklizëm apo not. Aktiviteti fizik ndihmon në mbajtjen e peshës normale trupore, që është kyç për uljen e rrezikut të kancerit të gjirit, zorrës së trashë dhe endometrit. 3. Shmangja e duhanit dhe alkoolit. Mos pini duhan. Ky është shkaktari kryesor i shumë llojeve të kancerit, përfshirë mushkëritë, fytin, gojën dhe pankreasin. Alkooli rrit rrezikun për kancer të gjirit, mëlçisë, fytit dhe ezofagut. Kufizimi ose shmangja e tij është shumë e rëndësishme.